10 dhjetori shënon ditën botërore të drejtave të njerëzit. Avokati i popullit Mark Kaçenari tha se institucioni ka publikuar një raport të ri që trajton detyrimet e shtetit për ofrimin e shërbimeve për personat mbi 65 vjeç me probleme të shëndetit mendor. Sot me qëllim të shënimit të 10 dhjetorit, ditës drejtave të njerëzit, e cila ka të bëjë me themelimin e Deklarasës Universale të Drejtave të Njerëzit në 10 dhjetor të vitit 1920. Kjo ditë është një datë e përveçme që shënon për institucionin tonë dhe sot në Prishtinë kemi bërë promovimin të një raporti sipas hetimeve ex officio që ka të bëjë me detyrimet e shtetit për ofrimin e shërbimeve në mbështetje të personave me probleme të shëndetit mendor mbi moshën e 65 vjeçare. Kaçenari theksoi se raporti është zhvilluar pasi janë pranuar informacione se kësaj kategorie nuk po ofrohet shërbime të duhura, ndonse legjislacioni nuk i ndalon ato. Kemi angazhuar një eksperte dhe së bashku me ekipin e avokatit të popullit, kemi hetuar rastet ku kemi gjetur se të drejtat e kësaj kategorie po shkelen. Lidhje se këtë fakti se ky raport është hetuar mbi bazën informatave që kemi pasur që persona të moshës mbi 65 vjet nuk po ofrohen shërbimet e shëndetit mendor. Prandaj kemi angazhuar një eksperte dhe bashkë me ekipin e Institutit Avokatit të Popullit e kemi hetuar dhe kemi gjetur se të drejtat e kësaj kategorie persona po shkilen përkundër faktit se normativa ligjore nuk e ndalon këto veprime. Ai bëri të ditur se sot është mbajtur edhe një tryezë me përfaqësues të ministrive, shoqërisë civile, komunave dhe aktorëve të tjerë, ku janë prezantuar dhe adresuar rekomandimet e raportit. Këtu në Prishtinë kemi pasur tryezë, kanë qenë të ftuar pjesëtarë të ministrive, të shoqërisë civile, të institucioneve, komunave dhe një pjesë të aktorëve që ju ka adresuar rekomandimet e raportit të Avokatit të Popullit. Respektimi i këtyre të drejtave është detyrimi i çdo institucioni, sepse bazamenti i shtetit tonë demokratik është i ndërtuar pikërisht mbi të drejtat e njerëzit. Ne jemi partner, veçanëse po flasim për të drejtat e garantuara me kushtetutë dhe me ligje. Me këtë rast e përmendi vetëm nenini të Deklarasës Universale të Drejtave të Njerëzit, që thotë të gjithë njerëzit lindin të lirë në të drejta dhe dignitet. Prandaj është detyrimi të gjithëve dhe institucioneve që ti respektojnë të drejtat e njerëzit si kategori kushtetuese, meqense bazamenti i shtetit tonë pikërisht këtu bazohet se në kapitullin të Kushtetutës thuhet se rendi shoqëror demokratik bazohet në të drejtat e njerëzit, dhe këto të drejta janë në mënyrë taksative të numëruar dhe janë obligim për të gjithë. Kujtojmë se dita e sotme shënon ditën ndërkombëtare të drejtave të njerëzit që shënohet si përkujtimi i përveçëm i Deklaratës Universale për të drejtat e njerëzit, e miratuar me 10 dhjetor të vitit 1948 nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara.